Presidenti Amerikan Donald Trump ka zyrtarizuar në Davos krijimin e Bordit të Paqes, një nisëm që sipas tij synon të bashkojë liderë botror për të ndalur konfliktet dhe për të promovuar stabilitetin global. Në fjalën e tij në Forumin Ekonomik Botror, Trump deklaroi se gjatë qeverisjes së tij ka arritur të ndalojë 8 luftra dhe se kjo ditë shënon një hap të madh drejt bashkëpunimit ndërkombëtar. Në mbledhjen e Davosit morën pjesë president dhe kryeministra nga vende të ndryshme, përfshirë Azerbajxhanin, Argjentinën, Kazakistanin, Indonezinë dhe Kosovën. Nga Bashkimi Evropian, të pranishëm ishin vetëm kryeministri hungarez Viktor Orban dhe ai bullhar. Megjithatë, vëmendjen e mediave tërhoqi fakti se nga lista e liderëve botror mungonin vetëm 3 emra: kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, Aleksandr Lukashenko dhe kryetari i Partisë Komuniste të Vietnamit, To Lam. Nëse mungesa e Lukashenkos shihet si pasojë e izolimit ndërkombëtar të regjimit të tij, mungesa e Ramës ngre dyshime për pozicionimin e Shqipërisë në arenën globale dhe marrëdhëniet përtej Atlantikut. Rama e propagandoi me të madhe se kishte marrë ftesë me emër nominal nga presidenti Trump për të qenë shtet përfaqësues në Bordin e Paqes, sot nuk ishte ftuar në mbledhjen themeluese në Davos. Në një kohë kur Kosova ishte e pranishme dhe e përfaqësuar në nivel presidencial, mungesa e Ramës krijon kontrast të fortë duke sfumuar propagandën e fortë prej së shtunës së kaluar, kur mori ftesën e Trump.